s'ka u kon indicje që të shfrytëzoshin edhe nga media të tjera ndërkombëtare. Këto lajme mediatike tashmë rezulton se nga të dhënat që administron Prokuria e Përgjithshme vilion që kjo situatë të jetë shqetësuese në disa zona të tjera të këtij qarku, hetim për të cilat institucioni i prokurisë vijon të hetimet, por nga ana juaj kërkojnë një bashkëpunim edhe më i frytshëm si me institucionet të tjera zbatuese, kryesisht në Policinë e Shtetit, qytetarët për evidentimin dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të gjithë autorëve të këtyre veprave penale. Tashmë kjo analizë përkon edhe një moment tjetër të rëndësishtë të zhvillimit të gjykimeve lidhur me kultivimin apo trafikimin e lëndë narkotike edhe pranë gjykatës së krimeve të rënda. Vetëm pak ditë më parë, pranë se gjykata përfundoi shqyrtimin gjyqësor lidhur me një çështje penale ndaj një grupi të strukturuar kriminal banor të zonës së Lazaratit, të cilët me veprimet e tyre të kundërligjshme tentuan të bllokonin veprimet e policisë së shtetit në operacionet e tyre antikanabis gjatë vitit 2014 në zonën e Lazaratit.